Selamu alaikum. Çfarë sugjeroni më së miri që mund të bëj nesër një besimtar në ditë Arafati? Atëherë ne themi gjëja më e mirë që mund bëhet nesër është të mendosh mirë për Zotin. Pejgamberi sa më ka thënë, Zoti thotë, unë jam për njeriu siç mendon ai për mua, prandaj do të mendoj mirë. E para, e dyta, ata që nuk janë haxh agjërojnë, ata që janë haxh shkojnë në Arafat. E treta, ata që nuk janë në Arafat, po janë në vendet e tyre, ju sugjerohet që t'i falin namazet në xhami, t'japin sadaka, thonë sa më shumë istighfar, thonë sa më shumë pra astaghfirullah, thonë sa më shumë la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu al-mulku wa lahu shay'un qadir. Thonë sa më shumë lutjen e Yunusit la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Të rregullojnë raportet në familje, të kërkojnë hallallikun në njerëzit që mund të kenë në hak, përmendin Zotin sa më shumë, bëjnë dhikr sa më shumë, lexojnë Kur'an, kenë kujdes ndaj namazit, mundohen me sa më shumë vepra të mira, edhe sa më shumë lutje dhe dua nesër. Që është Arafati pra. Allah i rujtë, selamu alaikum.